Mirë mbrëma. A sa bukur dukesh. Po të shkoj ka kjo e kuqja moj. Faleminderit, përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit. Faleminderit që më kjo ardhë, hajde. Hajde, të ulemi, të ratuemi, kjo është sendi për ty e dashur. Prej nga më erdhe sot? Nga Tirana. Nga Tirana. Me prejardhje nga Dibra. Po, me prejardhje nga Dibra, por jam e lindur në rritur në Tiranë dhe sa mirë që mftuat se kisha pa kohë pa ardhur në Kosovë, më fal, kisha bërë ca mungesa, kështu që një rrugë e 2-3 punke, po, me këtë rast vitë të qëndrosh gjatë në Kosovë? Ndoshta do rrisonte, meqense erdha, kështu që mirë bën, është e mërkur, mund të kesh plot vende për ta shiu mbrëmjen. Prizrenin e kam më shumë qejf, kështu që besoj atje do e kaloj sonte. Bukur. Ke bë, unë po thoja dhe shikuesve që synimi që ti ke vë vetës është të prezentosh me bukurit shqiptare dhe jo vetëm, ke qenë nga Kosova për të bë ndonjë xhirim? Akoma jo, ndoshta mund ta shikoj. Po me thënë drejtën ka shumë vende në Shqipëri edhe sado që kam vizituar, kam gati 2 vite që vetëm vizitoj pothuajse çdo fundjavë dhe prapë thon Shqipëria e vogël, po ka shumë vende të bukura, besoj edhe Kosova. Kohët e fundit kam qenë pak në Maqedoni, në Ohër, në Strug, në Manastir, kështu që besoj me radhë nga veriu do. Atë sa ke pa në Shqipëri, që po del për herë më e madhe, për herë me më shumë bukuri. Kush është top 3-shja e sonës që për herë e sugjeron? Kjo është vështirë në fakt, se sa herë që shkoj me një vend, dhe oke, kjo është vendi më i bukur. Pastaj shkoj te vendi tjetër, them oke, më i bukur. Unë patjetër që Dibrën e kam në zemër, se është qyteti im, është vendi im, po vendi që më ka mbetur më shumë në mendje është Lura, që është e vërteta, sepse tani kishin bërë dhe rrugën e re për të shkuar në Lurë, isha në Lurë tek 7 liçenet, nuk e di nëse dhe mund ta ilustrojnë. Këtu për shembull tek videoja kam qenë në Puk, në Kryezi. Tek 7 liçenet e Lurës ishte shumë, pikë parë ishte rruga shumë e vështirë për të shkuar dhe ndonjëherë këto vende që nuk janë të aksesueshme nga të gjithë janë më të bukura sepse janë natyrale, janë të paprekura, janë fiks siç e ka krijuar Zoti, le të themi. Kështu që për mua për momentin Lura mbetet vendi i parë, vendi i dytë do thoja Ohri, tek qyteti i vjetër. Kam qenë disa herë, isha edhe para një jave dhe aty nuk e prisa që do ishte aq bukur, pra oke, kemi gjithmonë atë pjesën e idesë që është liçeni, po në të vërtetë po të shkoje sipër tek qyteti i vjetër. Ishte një arkitekturë shumë i veçantë. Pastaj vendin e tretë, kjo është pak pyetje e vështirë. E lëm ta mendosh ndërkohë nëse të kujtohet. Nuk zgjedh dot. Duke qenë se ke vizituar plot edhe ke pa plot nga afër, mund për momentin mos vinë mend. Nëse përfunduam treshën me vendet më të bukura, a kemi kush kryeson në listën në eksperiencën më të shmendur që çfarë ka ndodhur aty, gjëra të papritura, rreziqe mbase, ose diçka që ti për herë e tregon si histori? Do thoja që rreziqe ose të papritura ndodhin gjithmonë, se në fakt unë kur shkoj nuk është se bëj një plan fiks, sepse më pëlqen që gjithmonë më ndodhin të papriturat, më ndodhin gjëra spontane. Pavarësisht udhëtimeve që unë i bëj vetë, që u them me makinë, ato më të rrezikshme janë për herë kur je për hiking, që është e vërteta, sidomos në dimër, kur ti do ngjitesh malin me borë, me akull, dhe mund të them e rrezikshmja ka qenë një herë që urrëzova dhe ndrydha krahun. Isha në malin Polis, në Librazh, që na u deshin diku te 8 orë vajtje-ardhje. Dhe mund të them që kam ndenjur me krahun kështu 4 orë në zbritje, ishte vetëm rëpir, akull, më ndihmuan pjesëtarët e grupit, patjetër, por 4 orë në zbritje ishte goxha e vështirë, po gjithsesi unë e tregoj si eksperiencë qefi, u kënaqëm, adrenalinë, aventurë. Mos u ngjitur diku tjetër, a? Jo, do ngjitem akoma më lart tani. Kjo në stilin e jetesës që bën, ngjitja e maleve, lëvizjet që ti bën nëpër vende që kryesisht për t'i parë më bukur, duhet të shkosh gjatë ditës ose në orët e hershme të mëngjesit, ka një ndjesi tjetër. A të bën kjo që ti të mos u bashkohesh shpesh shoqeve në jetën e natës? Jetën e natës nuk e frekuentoj fare, që është e vërteta jo, nuk jam tipi. Besoj dhe duket qartë që jam... Sa kohë ke pa qenë në një klub? Vite? 2-3 vite jam munduar të bashkangjitem për ditëlindje, po edhe shoqëria në fakt është si unë, shoqëria ime e ngushtë, kështu që shikojmë, tudhtojmë,
të dalim gjatë ditës nuk është se jemi. Po, përveç kësaj, në fakt, unë udhtoj më shumë në fundjavë, sepse unë jam freelancer, pra punoj nga shtëpia, dhe nga hëna në të premte, përgjithsisht jam në shtëpi, kështu që këtë pjesën e fundjavës e kam edhe si arsye që të largohem nga Tirana, që të lëviz edhe që të bëj pak një jetë aktive, se të punosh nga shtëpia është shumë bukur, ama të detyron që të kesh një jetë shumë sedentare. Kështu që do thoja është dhe një mënyrë për të udhëtuar sa më shumë, dhe sidomos pjesa hiking është diçka që ua sugjeroj të gjithëve, se përveç se ke pamje shumë bukura, shijon natyrën, gjitha vë shumë mirë të përshëndetin, të paktën edhe mua, kështu që i ke të gjitha në atë rrugë. Përfitimet, po. Se që më kanë thënë që ke një debulesë kështu për të moshuarit. Qëndron? Kjo është pjesa, besoj që gjithë secili e ka të pjesën e vet humane, po ndoshta dikush e gjen guximin për ta shprehur pak më shumë. Unë kam gjithmonë një dobësi në fakt për dy shtresat më të bërishta shoqërisë, që janë fëmijët edhe të moshuarit. Dhe besoj kjo është indicje, pra kjo pyetje është indicje nga ditëlindja ime që kam zhvilluar. Dhe për t'i njoftuar pak edhe publikun, shikuesit që po na shohin, ti vendose që 25 vjetorin tënd, tani e ke bë publike, do t'a the moshën, më falë, që 25 vjetorin tënd, ti të heqesh dorë nga të organizimet, ti mbledh shoqet e të shkojmë një klub nate, apo të bëj një udhtim në Evropë, ose ku di unë që mund të kenë ide të tjera, dhe ti shkove një shtëpi të moshuarve. Po. Nga të erdhi si ide fillimisht? Kjo kisha goxha kohë që e mendoj që të organizoj një aktivitet tek azili të moshuarve në Tiranë. Bëhet fjalë për azilin publik shtetëror. Por nuk kisha guxim sepse kisha pak frikë nga paragjykimet, si do e merrnin tjerët, si do më shikonin. Edhe që ta publikoja kam pasur shumë frikë, në fakt, sepse kisha gjithmonë... Qa mendoje se do të thonin njerëzit? Mendoj që do më gjykonin se mos e bëra për famë, për reklam. Dhe ndoshta do e them më vonë se publikova, po thjesht indicia ishte që të organizoja një aktivitet tek azili. Pastaj parë se shkoja tek azili, ndërkohë që futa në internet për para adresën, se nuk e dija mirë se ku ishte, më dolin disa intervista të moshuarve, dhe shumica prej tyre ankoheshin që nuk dilnin shpesh nga azili, që nuk organizonin aktivitete, që mërziteshin, që nuk kishin paras për të pirë një kafe. Edhe kjo më preku pak, me thënë drejtën, se ndoshta dikush nga ata ka familje, dikush nuk ka, dhe nuk ka se kushti nxjerrja, apo të organizoj sikur një drek, një dark, po muzikë, kërcejnë. Kështu që thjesht vendosa ti merja, kush ishte i mundur patjetër. Ti merja edhe organizuam një drek në një restorant në periferitë Tiranës. Organizova transportin, restorantin, muzikën, gjitha, dhe ndonjëherë kur është... Shkove ti atje për të bërë ftesën? Po, shkova atje dhe çdo gjë është organizuar brenda 2 orëve. Pra atje shkova atje, fola me drejtoreshën, ajo më mirëpriti shumë, ishte shumë e mirë, po patjetër i pëlqeu shumë dhe ideja, dhe u habit si ka mundësi ti kaq e re me këtë ide. Dhe organizova transportin në restorantin, dhe them ndonjëherë Zoti ta sjell mbar kur ke atë dëshirën e mirë për të bërë diçka, për 2 orë është organizuar e gjitha. Edhe kemi qenë diku te 35-36 veta. Si reaguan kur ti u bëre ftesën? Unë i kam takuar kur kanë ardhur aty, më kanë bërë një lumë urimesh, patjetër, më kishin sjellë një buqet me lule. Shneti që na ftove në ditëlindjen? Ishin të habitur, po ishin edhe shumë të kënaqur, ishte bërë shumë qefi, madje disa që ishin moshë e madhe, flas diku 18-19 vjeç, filluan të qanin, më përqafonin, qanin, edhe të gjithë u çuan që të kërcenin, të këndonin, madje disa nuk ishin dhe mundësi, bëhet fjalë nga ana fizike shëndetësore. Por nga që unë kisha atë zellin, atë dëshirë. Po, kemi kërcyer, kemi kërcyer gjithë bashkë, sepse unë pata bërë bashkë të moshuarit, me shoqërinë time dhe me familjen, sepse gjithë ideja ishte që të organizoheshim një grup i madh, bënim një festë të madhe. Pra, në rastin e ditëlindjes time, të festonin sa më shumë veta të ishte e mundur, mos festoja vetëm unë. Si të thuash, ishte një rast feste. Ke marrë shumë dashuri atë ditë, për pas familjes e shoqërisë, sidomos prej të moshuar. Është e vërtetë në fakt se unë që kam bërë ditëlindjen, me thënë drejtën, nuk ka ecur shumë mbar në të gjitha aspektet, dhe ideja nuk ishte që unë ta publikoja. Pra, këto foto janë publikuar disa ditë pas ditëlindjes, sepse unë isha pak skeptike. Si thash dhe më herët që kisha të frikën që do paragjykohesha,
Por pastaj kur e mendova, qëllimi im ishte realizuar. Pra qëllimi im ishte që t'i merra të moshuarit, për një ditë i bëja të lumtur, se ndoshta unë nuk mund t'i bëj për gjithmonë, po paktën për një ditë e kisha mundësi. Dhe të kërcenim, të këndonim, të kënaqeshim gjithë bashkë. Dhe kur e mendova që ky qëllim u realizua, pra e publikova unë apo jo, u realizua. Kështu që më pas vendosa që ta publikoj në Instagram dhe në TikTok, patjetër që në TikTok mori më shumë zë, më shumë fan. Domos ajo letra ishte, ç'a shkruante se letra ishte nga Zoti Shefqet, po ai thjesht muron që faleminderit për ftesën, edhe ju uroj gjithmonë parësi edhe buzëqeshje kudo që t'jeni, edhe ai ishte 90 vjeç. Zoti Shefqet nga Berati. Mban akoma letrën. E mbaj në kulet. Në kulet? E mbaj kështu si hajmali. Si fatëm, të uruan ata besoj ndër ploturimet e tjera ishte për fatin tënd të jetës, a? Kjo është e zakonshme, në fakt sidomos për moshën tonë, tani... Marrësh një burr të mirë, të thanë. Të gjithë. Edhe mua dhe mami tim, se na uronin të dyjave nga që ishte dhe mami më aty. E këndshme shumë, je kënaqur dhe është diçka që nuk përsëritet. Besoj ti do të unurojsh që ti të festosh ditëlindje me gjithë njerëzit tu të dashur, po kaq dashuri sa ke marrë është e pamundur brenda një dite është fjala. Po, ishte ide që ishte diçka që të mbaj në mend, ishte diçka e veçantë. Të mungoj dikush? Kisha familjen time, babaj nuk e kisha sepse fatkeqësisht ka ndruar jetë para 7 vitesh, edhe mund të them që edhe kjo ka qenë një indicie ime personale, e kam thënë dhe vendet e tjera dhe nuk kam qef që ti më shoj shumë, po më tepër dua ta them si fakt që e kam menduar gjithmonë personat që i kanë prindrit në këtë moshë, pra 80 vjeç, 90 vjeç, apo dhe më shumë, mendoj që janë shumë e fat. Edhe du t'i vlerësojnë shumë, sepse jo të gjithë e kanë këtë fat, patjetër. Dhe ideja ime ishte që, sepse në për komente kam marrë edhe të tipit që po familjet që i kanë lënë të moshuarit, që i kanë lënë prindit në azil, edhe me këtë rast do doja të thoja që nuk jemi këtu për të paraqykuar askënd, ndoshta dikush aty ka familje, ndoshta nuk ka, ndoshta kanë problemet e tyre, nuk kujdesen dot për ta. Kështu që thjesht gjithsecilit ndjet me fat që i ka, prindrit, familjarët, afërmit e vet. Edhe të kemi mundësi të bëjmë të lumtur njëri tjetrin. Maj sa mundemi, pa pargjikuar edhe pa nxjerr diçka të keqe, patjetër, edhe te një ngjarje si kjo. Vërtet. Jo, më po, çka ka të keqe këtu? Milem me u kënaq, pak me të marrë lakmi që si jemi edhe ne aty me shiu. Më kanë shkuar shumë veta, po që si të ka shkuar mendja. Si keme e festu 26 vjetorin tash? Se kam menduar akoma, pra si thash dhe në fillim, kam pasur gjithmonë pikë për të moshuarit dhe fëmijët. Ndoshta do bëj diçka njëtimore tek shtëpia e fëmijës, e kam menduar një vend, po kur ta realizoj. Diçka që përfshin grupe të caktuara të cilët kanë nevojë për momente të tilla festive, a? Po, unë e mendoj shpesh që paktën unë personalisht jam shumë e fatë që kam pasur një familje të shëndetshme, kam pasur mundësi që të punoj, të arsimohem, sepse jo të gjithë i kanë. Kështu që nëse unë jam e fat, nëse unë po gëzoj, pse mos ta shpërndajmë, se vetëm shtohet në fundja. Dhe mirë bën. Nuk paksohet asnjëherë. Ku me i marrë me i botë gjithë kaq pozitive që shpërndajnë dashuri. Unë të uroj të bësh 100 vjeçe dhe të festosh ditëlindjet ashtu siç do ti. Të falenderoj pafund që më erdhe sot dhe vazhdo me këto promovimet e bukurive shqiptare. Përfshi edhe Kosovën, këtu një kritik të është në checklist. Presim kurdo, po deshe të japim ca sugjerime për fillim, më pas i gjene dhe vetë. Faleminderit që ishe. Faleminderit për ftesën. Folëm për të moshuarit me sonën e një i till nga Isniqi, 75 vjeç, ndonë për materialin në vazhdim shumë kujtime nga